Universi mund të japë një shenjë të qartë për këto shenja. Ka momente kur jeta duket se ecën në mënyrë të zakonshme dhe papritur ndodh diçka që të bën të ndalesh dhe të mendosh. Astrologjia thotë se universi shpesh komunikon përmes sinjaleve të vogla, një takim i papritur, një mesazh që vjen në momentin e duhur, ose një ndjenjë e fortë që të shtyn të marrësh një vendim. Energjia e kësaj periudhe mund të sjellë pikërisht një nga ato momente për disa shenja të zodiakut. Kjo nuk do të jetë domosdoshmërisht një ngjarje e madhe që ndryshon gjithçka menjëherë, por mund të jetë një sinjal që tregon drejtimin e duhur. Për 5 shenja, kjo mund të jetë një periudhë ku një situatë e vogël mund të marrë kuptim më të madh nëse i kushtohet vëmendje. Demi. Energjia e kësaj periudhe mund të sjellë për ty një moment reflektimi që lidhet me stabilitetin dhe vendimet praktike. Një situatë e vogël mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin në një drejtim të ri. Mund të jetë një bisedë me një person që të jep një këshill të rëndësishme ose një ide që lind papritur dhe të bën të mendosh për një mundësi që nuk e kishe konsideruar më parë. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një momenti të thjeshtë, por që ka një domethënie më të thellë nëse e analizon me kujdes. Nëse i kushton vëmendje intuitës dhe nuk nxitohesh në vendime, mund të kuptosh se ky sinjal lidhet me një drejtim më të qëndrueshëm për të ardhmen. Binjakët. Një situatë që lidhet me komunikimin mund të jetë pikërisht sinjali që universi po përpiqet të dërgojë. Një mesazh, një telefonat ose një takim i papritur mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një situatë që të ka shqetësuar kohët e fundit. Energjia e kësaj periudhe favorizon informacionin e ri dhe idetë që lindin papritur. Nëse je i hapur ndaj bisedave dhe mendimeve të njerëzve përreth, mund të kuptosh se një detaj i vogël po të drejton drejt një mundësie që nuk e kishe vënë re më parë. Intuita mund të tregojë se cili informacion është më i rëndësishëm për ty dhe cilat ideja vlen të ndiqen më tej. Luani. Kjo periudhë mund të vendosë përballë një momenti ku aftësitë dhe përkushtimi yt fillojnë të vijnë më shumë në vëmendje. Një situatë që ndodh papritur mund të bëjë të kuptosh se universi po hap një mundësi për të treguar potencialin tënd. Mund të jetë një propozim që lidhet me punën, një ide që të frymëzon ose një takim që të shtyn të mendosh për një drejtim të ri. Ky sinjal nuk do të jetë gjithmonë i dukshëm në fillim, por nëse e analizon situatën me kujdes mund të kuptosh se ka më shumë rëndësi nga sa duket. Nëse vepron me besim dhe qartësi, mund të shohësh se kjo periudhë hap një kapitull interesant për ty. Peshorja. Energjia e kësaj kohe mund të shtyjë të reflektosh për disa marrëdhënie dhe për mënyrën se si ndikojnë ato në vendimet që merr. Një situatë e vogël mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra kanë nevojë për më shumë qartësi. Universi mund të dërgojë një sinjal përmes një bisede ose një momenti që të bën të mendosh për atë që është më e rëndësishme për ty. Nëse i kushton vëmendje detajeve dhe dëgjon intuitën, mund të kuptosh se ky moment ka një domethënie më të madhe. Një vendim i marrë me qetësi dhe reflektim mund të ndihmojë të krijosh një balancë më të mirë në disa aspekte të jetës. Ujori. Një ide e papritur mund të jetë pikërisht sinjali që universi po përpiqet të tregojë. Energjia e kësaj periudhe favorizon kreativitetin dhe mënyrat e reja të menduarit. Një situatë që ndodh gjatë kësaj kohe mund të bëjë të shohësh një mundësi që nuk e kishe menduar më parë. Mund të jetë një projekt i ri, një bashkëpunim ose një mendim që të shtyn të ndryshosh qasjen ndaj një situate. Nëse i kushton vëmendje frymëzimit që ndjen në këtë moment, mund të kuptosh se ky është një sinjal për të provuar diçka ndryshe. Ndonjëherë një ide e vogël është fillimi i një rruge që mund të çojë shumë më larg. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën shenjin nëse mendon se universi mund të dërgojë një sinjal të rëndësishëm. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin.
zëri i universit dhe aktivizo njoftimin. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.